Në një fshat të largët të Kamenicës, aty ku shumë shtëpi tashmë janë mbyllur dhe rrugët shpeshherë heshtin, ende dëgjohet zëri i thjeshtë, por i palodhur i imamit Xhemush Biçku. Për shumë kë në Hogosht, ai është më shumë se imam, është frymëzim, ndihmë dhe drita që mban gjallë shpresin e një vendi që shumë kush e ka harruar. Xhemush Biçku, i cili për 30 vite udhëhet xhaminë e fshatit Hogosht, njetë si njeri që punon pa pushim ditën e natën, duke e mbajtur ndezur dritën e besimit në një vend ku shumë gjëra janë shuar. E ndërsa dikush tjetër e cilëson si punëtor të heshtur, heshtja e tij shpesh reflet më shumë se fjalët. I lindur në Hogosht të Kamenicës në prill të vitit 1973, Xhemush Biçku ka ndjekur mësimet në medresen Alaudin, ndërsa studimet i vjoi në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë. Është autori 9 botimeve, ndërsa detyrën e imamit në Hogosht e filloi 30 vite më parë, më 1995, një rrugtim që për të nuk ishte thjesht punë, por përmbushje shpirtërore. Këtu e fillova detyrën për herë të parë si imam, zyrtarisht me 1 shtator të vitit 1995, dita e xhumat, dita e premte. Nuk ka në këtë botë më mirë, unë e tham për veten time po flas, se sa me i shërby Zotit, fesë, atdheut, popullit, vendlindjes. Kjo për mu është e shejtë. Kjo është për mu diçka mrekulli që më bën krenar gjithmonë. Ai po ashtu kujton fillimet e para të tij si fëmijë, kur ndjente afërsi të veçantë me fenë islame, një ndjenjë që me kalimin e kohës u bë udhërrëfyes i jetës së tij. Një shkaktar, po tham i vogël, apo sebeb është bë djali i hoxhës, atëherë, po tham, Hafiz Tasim Ademit, që kemi qenë edhe shok gjeneratës, me Imranin. A i vike në xhami, zonën e bukur, u falë ke aj, u falë shmi edhe na. Reshëm jashtë mësimit bashkë, në xhami bashkë, po edhe në shtëpi tyne, ku banojshin këtu, afër xhamis që kam pas banimin, gjithmonë kemi qenë bashkë. Edhe kështu pak prind, pak hoxha, pak edhe dashnia jeme për fenë, për mësimet islame, për literaturën islame, atë që ka qenë mendoj pak, po edhe gjithmonë duke i ndëgju këshillat e tjerëve për xhamin, për namazin, për fenë, për atdheun. Edhe kështu gadar më rrit ke dashnia më madhe ta mësoj edhe ta studioj fenë. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Kamenicë, Ferid Efendi Dermaku, e cilëson atë si njeri të përkushtuar nga Islamit dhe si imam që është shembull i ndihmës dhe solidaritetit. Pra, Xhemush Biçku është që punon ditën edhe natën, pa ndërprer, çdo herë është i gatshëm për me dhënë kontributin e vet në ato ku ka mundësi me dhënë për ndihmë humanitare, dhe çdo kush që e pret është gati me ju afru ndihmën e dhënë ato që ka mundësi me afru. Hallet e njerëzve, nga hallet brengët e tyre që i kanë, nga varfëria, shpesh herë frasin edhe natën. Edhe shpesh herë ndoshta s'ka pas mundësi me ndihmu, po ju ka thonën se do t'ja bëj një zgjidhje. Do të mundohemi edhe falë Zotit Gjellëshanuhu ja ka dalë, ka rritë qëllimin edhe i ka ndihmu familjet e varfëra ditën edhe natën. Edhe në kohë të vështira, dimnit ose me shi, ose me borë, me veturën e vetë, deri në shtëpia ka sjellën ndihmat të varfër. Vetëm e vetëm më konë afër tyre. Xhemush Biçku cilësohet edhe si imam i heshtur, që angazhimin e tij ja kanë lakmi edhe ata që do të dorëzoheshin përballë lodhjes. Për të, puna për Zotin nuk një orë e edhe pushimi është i panevojshëm. Por ajo që e dallon Xhemushin në këtë rrafsh është puna e tij e heshta. Përveç dashurisë, respektit në ndërsjellë që ka, jo vetëm me neve tani që kemi pozitën e sekretarit të Bashkisë Islame, por edhe me gjithë kolegët, Xhemushi ka një komunikim shumë të dashur dhe unë e quaj imam i heshtur. Ndërsa punët dhe aktivitetet që i bën Xhemushi në komunën e Kamenicës, por jo vetëm, flasin vetë.
sidomos në rrafshin social. Xhemushi është një prej punëtorëve që ndoshta më së pakuti pushon, duke u gjendur në krah dhe në mbështetje njerëzve të cilët kanë shumë nevojë në këto. Unë aktivitetin e xhemushit e shoh si një aktivitet shumë të vështirë që ndoshta vetë nuk kisha mujt me i përballu. Ka dhe imam të tjerë të cilët angazhohen në këtë rrafsh, por xhemushi është paksa më i veçantë. Jo vetëm tani ose ka vite që është koordinatori shoqatës Beresheti në Bashkinë Islame në Kamenicë, por xhemushi ka qenë aktiv në aspektin humanitar edhe para se me u themelu shoqata Beresheti, do të edhe para lufte, edhe pas lufta gjerë më tani. Ai është i dalluar edhe për ligjëratat e tij dhe mësim besimin, që e ka bërë shumë të dashur në mesin e besimtarëve musliman. Në çdo fjalë të tij ndihet përullësia, qetësia dhe dashuria për njerëzit. Po kësi hoqë, u kohë shumë i butë, shumë i qetë, është i dashëm, sarë që në ka pana si fëmijë në kohë, në këna kry shkollën 12, 11, të kërë në nalë gjithë dhe ke nora 2, nora 3, me artë kena mësim, kena artë që jena borë rrëth, fëmija, e majnë menë si kur, sa të me qenë sa e kohë, ta shti ka kalu, motra, kusheri, do me thonë këta që jena kohën, kena artë të fëmijë, pa kena lujte, pa kena mësu, po esenca o kohën që na kena marrë ato fillet për smari. Po thonë, është një hoqë i pazavendësueshëm, se jo pëse është vendasioni, po do më thonë sillet e tia janë shumë të mira, si me gjemat, po thonë edhe me popullat, ose në gjithë herë, në diçka në aksion që mirët, ose në pajtima, e pana, diçka, do më thonë edhe xhemushin e kemi gjithë herë kra djathë. Po xhemush do më thonë mas tepërmi që jep ligjërata, do më thonë, e ka si prioritet, do më thonë, bashkimin e të rive edhe të reja. Do më thonë, çdo herë flet, do më thonë, për të ritë dhe të rejat, për nxënësat e shkollës, për profesorët, për arsimtarët, që sjelljet e tyre ndaj mësimdhënësve, ndaj punëtorëve. Çdo herë e ka prioritet rinin. Në politik nuk hin hiç. Që ato se përdor kur hiç, se politika nuk është e mirë. Nuk hin hiç. Po. E që si hoxhe, as kena pas, as ata shka jesin gjallë mas neve, edhe ata s'kan me pas. Ndoshta të fascinuar nga xhallarët e vjetër të cilët kanë dhënë një kontribut shumë të çmueshëm në rrafshin kombëtar dhe fetar, edhe neve na përcjell kjo gjendje e lidhshmëri që ka të bëjë me natyrën e një predikuesi fetar, në veçanti edhe xhemushi është një prej imamëve që në opinion jep apo ligjëron tema të caktuara të cilat kanë të bëjnë me rrafshin kombëtar dhe fetar, e veçmas me atë social, për ta mbajtur lidhjen shumë të afërt me komunitetin. Nga orët e mësim besimit në xhami, Xhemush Biçku ka lënë gjurmë të shumta tek të rinjt, që sot ndjekin në rrugën e tij. Nuk është rastësi që ata që mësuan prej tij sot janë imam dhe studiues të fesë. Une prej asaj kohe deri në vitin 98 kam qenë edhe nxënës i tina. Dhe Hoxhën Xhemush e karakterizojnë shumë gjana, të cilët e bojnë një prej imamëve më të dalluar, e ato të cilët janë edukata, modestia e tina, sinqeriteti, butësia dhe puna e tina dhe angazhimet e tina të cilat i bën për xhamin ton, për fshatin ton dhe për gjithë ata njerëz të cilët kanë nevojë. Hoxha Xhemush gjithmonë ka qenë i angazhuar dhe ka pas nxënësa shumë, po flas për kohën më herët, edhe sa ka qenë më i ri dhe dikur ka qenë student, u kon shumë i angazhuar në mësim besimin e fesë islame, ka pas nxënësa, padyshim ky ka qenë një edhe prej shtyllave kryesore, i cili u kon një shembull për mua, edhe sot është shembull se unë çdo ditë unë mësoj prej këtij dhe ka qenë prej atyre të cilët më ka shty drejt punës të cilën unë sot e bëj.
I dalluar dhe i përkushtuar në punë e bëjnë imamin Biçku të veçantë edhe në aspektin humanitar. Si koordinatori i bereqetit, ai është çdo herë pranë familjeve në nevojë, duke kthyer ndihmën në mision dhe bujarin në mënyrë jetese. E ky nuk di me t'i kallëzu sa shtëpia ja u ka marru kur se kum përmerë, shtëpia fukarave. Edhe trulli ju ka ble, edhe ju ka marru veç qelsat, ky ja ka dhunë atyne fukarave. Qelsat ky ja ka dorëzu, sa punën e ka, zdi sa shtëpia i ka marru një, edhe dyta bunare ata i kanë thonë, i kanë besu këtina për hernese, i kanë thonë ti vesh kallëzona se na po dojna falë, mja punu ata bunare. Do më thonë, e veprat e tina flasin vetë, unë e di shumë venana, në këna reagu bashkë edhe me hoqën, do më thonë me katon që ka pasë rase me nevojat veçanta, do më thonë njerë që ka siguru kulica, i ka siguru krejta, që ka u lypën barna, hoqëa për ju siguron të ju ka thonë, kush është që nuk ka mundësi mu shkollu, nëse danë, unë e mujmë ndimu, mos tojnë dikush që s'kjena qka me vesh, ose s'kjena qka me hongër. Xhamush Biçku, thash që është shumë aktivist, është humanist, edhe ka vullnetin, ka dëshirën që gjithmonë, jo vetëm tash, po edhe herët ka fillu këtë me marrën me humanizm. Në më thonë në gjematin e vetë, po tash si koordinator i kësaj shoqate bereqeti është edhe tërë komunën, po edhe në vende tjera ka mundësi edhe ndihmon. Dhe më thonë karakteristika e imamit Xhamush Biçku është se e ka me zemrë në shpirt buron nga zemra shpirti humaniteti. Gjithmonë jemi mundu edhe na ta japim se në qoftë se je imam, pa dyshim lidhesh ose je në mesin e njerëzve ose shoqërisë që familjet me gjendje më të rëndë sociale, po e them, kanë nevojë t'ja lehtësojmë, po them, jetën kështu në përgjithësi. Imami Biçku, që së fundmi ka botuar edhe monografin kushtuar xhamisë Hogoshtit, ruan në sirtarët e tij edhe 8 botimet e tjera, dëshmi të një pune që nuk ndalet dhe një përkushtimi që buron nga shpirti. Edhe me rastin e 30 vjetorit punës time si imam, kam botuar edhe librin e 9 për xhamin e Hogoshtit prej vitit 1750 e deri 2025. Po dhe kam botu, po thëmë, libra tjerë, në vitin 2004, kam botu këtë libër, imamet xhamit dhe imamet e Dardanes me rrëthin 1532-2004, janë të përfshim këtu 163 imam, edhe gjitha xhamit e komunës tonë. Pastaj kom botu, po i përmendi kështu si shpejt, në vitin 2010, Hogoshtin në fotografi, së bashku me bashkëshortën time. Pastaj kom botu edhe këtë libër, Edukimi i fëmijëve në Islam, në vitin 2013, po për mu mbeten edhe vjershat apo poezit që unë i du shumë. Në vitin 2005 e kam botu edhe këtë përmbledhje të vogël me vjersha me poezi, këtë libër të vogël me emrin e Zotit që kam titulluar. Njashtu e një veten shumë mirë edhe shumë të gëzueshëm që me rastin e 50 vjetorit lindjes time, unë e kam përshkru edhe Kur'anin fisnik komplet me dorë. Këtu janë 3 pjesë, nga 100 faqe, dhe falenderoj Zotin shumë që më dha mundësin hatmen e 100 edhe ta lexoj, po edhe ta përshkruaj Kur'anin arabisht me dorë. Në çdo faqe libri, në çdo ndihmë të dhënë e në çdo fjalë të thënë nga minberi, qëndron gjurma e imamit Xhamush Biçku, njeriu që me përullësi, dije dhe punë të palodhur
ka bërë që Hogoshti të mos shuhet kurrë nga drita e fesë dhe mirësisë.